Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në studio jemi me Sadik Kuqi. Sadik, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje Klea dhe mirë si u gjetëm. Ndiju si në shtëpinë tënde? Ashtu jam. Ashtu po ndihem. Sa mirë. Sadik, ti e ke quajtur veten robot pune. Pse? Buron nga brenda, buron nga unë. Sepse nuk lodhëm kurrë. Dhe është një epitet që ndoshta më shkon. Para se të nisim intervistën, ne kemi bërë dhe një bisedë së bashku për të njohur pak më shumë anën tënde dhe me çfarë po bisedoj dhe me kë po bisedoj dhe me çfarë historie ka të bëj. Atëherë ti ke punuar shumë. Ke ikur që i vogël në emigracion, je kthyer në Tiranë, je shkolluar, por momentalisht po merresh me diçka tjetër. Do na flasësh pak për moshën tënde 14 vjeçare, kur ti vendose të largohesh nga Shqipëria fillimisht, e më pas nga Dibra ku ti ke lindur të vish të jetosh në Tiranë. Si çdo 14 vjeçar është vështirë për ditur se çfarë vendimi do marrë. Prindit nuk ta japin okejn në atë moshë për të emigruar. Ndoshta edhe pa dëshirën e tyre, unë mora vendimin dhe u largova. U largova praktikisht u largova nga Shqipëria në emigracion, pastaj jam rikthyer dhe kam filluar shkollën në Tiranë. Një 14 vjeçar të marrë malet është shumë e vështirë. Edhe do shumë guxim. 3-4 ditësh udhëtimi në këmbë. Në këmbë, sepse ashtu ka qenë në atë kohë. Ishte periudhë shumë e vështirë. S'kishte as viza, as mundësira të ikësh. Por arrita dhe ja dola të punoj prej 3 muajsh pushimet verore. Dhe nuk e dija se në çfarë shkolle dhe ku do filloja në vitin e parë të gjimnazit. Por i mat, i ndjerë, sot më kishte regjistruar në një shkollë profesionale. Për elektronik dhe elektrik. Shkollë shumë e mirë në Tiranë, isha me nota të mira, mesatare të mirë, dhe ishte një shkollë që kisha mundësi edhe që të rënoja të flija diku, sepse ishte edhe me konvikt. Dhe u riktheva për të filluar. Fillova, mbarova 3 vjeçaren me nota shumë të mira, dhe pas mbarimit profesionales, unë arrita të hap një servis dhe të punoja në atë zanat për një periudhë të shkurtër. Sa mirë. Dhe më thënë që 14 vjetë që i larguar jashtë vendit tënd, larg familjes tënde, me dëshirë apo po dëshirë. Por vetëm gjë që mua më bën përshtypje dhe më pëlqen është vullneti yt që në moshë të vogël të punosh. Ndoshta edhe nga familja, sepse edhe pa ardhur në Tiranë që i vogël, unë kam punuar shumë, do të thënë edhe në fshat, edhe mënyrat se si ishin punët në atë periudhë, me ato punë që keni punoja. Dhe njeriu, unë mendoj, është iniciativë e vetes rreth parë, por edhe çfarë superton prindi. E quan veten robot pune dhe je shumë punëtor, nëse do ta quajmë me gjuhë tjetër, jo robot. Ku ti ke ngjarë ti që je kaq punëtor? Babait. Babait, sepse i dej në ditën e fundit që ndroi jetë nuk ka pushuar kurrë. Prej sa vitesh ka ndërluar jetë babai? Po bën gati 10 vite. Unë kam shumë të vështirë ta pranoj faktin që një ditë dhe prindrit e mi do ndrojnë jetë. Dhe mendoj që nuk mund të bëj pa babain, sepse babai është shtylla e familjes, është forca më e madhe. Si i ke përjetuar ti ato vite që babai ndroi jetë? Më kishte përgatitur për këtë ditë të sotshme apo gjatë gjithë jetës, sepse ka patur besim tek mua dhe më ka shtyrë në çdo gjë. Çfarë do t'i thojë babait tënd sot? Do preferoja të ishte pranë meje për të parë arritjet e mia në ditët e sotshme dhe do i thoja që ëndra po më plotësohet deri diku ja kam arritur atyre ëndrave apo atyre qëllimeve që unë i kam vënë vetes që unë me gjeli ndoshta.
Unë jam shumë e sigurt se baba jot do jetë shumë krenar për ty dhe ke bërë punën më të mirë. Le të lejmë pak pas vitet e shkuara. Të flasim për tani. Momentalisht ti je personal trainer? Atëherë, për disa vitesh, ka historira fillestare që para 20 vitesh ndoshta, kur kjo ëndër apo ky profesion nisi si çdo klient që merr pjesë në një palestër, nisi dhe ëndra ime. Nuk e dija që dikur do isha një profesor, një trajner, apo dhe së fundmi një sipërmarrës në fushën e biznesit. Dhe në sipërmarrës në punën që unë dua shumë, në punën që arrita me këmbgulje për të qenë këtu ku jam. Si ndihesh sot? Kur kthehesh dhe pas në kohë, sa ke luftuar për të qenë këtu ku je sot? Dhe çfarë i thua vetes? Që ja kam dalur. Kush është personi Edhe pse jeta vazhdon me sfidat e veta. Kush është personi që të ka mbështetur dhe e ke pas gjithmonë krah? Familja. Familja është ultrafyesja që të mbështet në çdo pikë. Fëmijët, bashortja janë mbështetja ime kryesore. Në vitin 2012, një aksident në Francë ndikoi në vendimin tënd për të rikthyer përfundimisht në Shqipëri. Kjo është diçka që edhe kur flas emocionohem. Futem në atë botën e momentit të ndodhjes, futem në atë situatën e vështirë që kalova në atë periudhë. Edhe unë gjatë periudhës paktën 2003-2012 emigrova pjesërisht në Evropë, në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe unë profesionin si trajner e zhvilloja pjesërisht me shkëputje. Dhe nuk e kisha menduar saktësisht që një ditë do jetë kjo puna primare imja. Në 2012-ën, si çdo emigrant, mendonte të shkonte më larg, për më mirë, një qytet më i madh. Dhe Anglia ishte një ëndër e atëhershme, po jo e sotshme. Mora guximin për të emigruar përsëri klandestin. Sepse Anglia nuk mund të shkonin me vizë edhe në atë kohë. Dhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë sepse guximi im ishte shumë i madh, saqë kam kaluar shumë pengesa, shumë sfida, shumë rrjeta sigurie, kamera në port, siç është në portin e Francës, dhe jam ngjitur në një lartësi prej gati 20-30 metër në mes të detit për t'ju ngjitur tragetit. Isha shumë i stërvitur dhe fizikisht edhe në atë kohë dhe fuqia ime te kalonte mendimet e trurit. Mendoja që doja dilja. Por një moment shkëputëm pa vetdije në majët litarit dhe bie në det i pavetdijshëm. Ishte ora 1 natës, shi minus 10-15 gradë temperatura, i pavetdijshëm dhe nuk dija çfarë bëja, por fatmirësisht nuk isha vetëm në atë rrugtim. Ishte një miku imi që sot dhe gjithë jetën e falenderoj që ka qenë pranë meje. Nëse s'do ishte ai, unë sot nuk do isha asnjë jetë. Ai nuk mundi të ngjitej aty ku ngjita unë. Kishte ngelur në tokë dhe lamroi forcat detare, forcat e rojës të Bregdetit që ishin. Dhe unë fatmirësisht nuk isha zhytur në fund të detit, por më kishte mbajtur detën në sipërfaqe. Erdhën forcat detare, më panë dhe më nxorën të pavetdijshëm deri një pikë që unë kam denjur 55 net në spital në Francë.
i shtypur, i raskapitur, i dëmtuar, por fatmirësisht pa dëmtuar asnjë organ dhe asnjë kockë, pa thyrje. Thjesht shtypje nga një lartësi e madhe, por sot jam gjallë. Sot jam gjallë dhe pas atij aksidenti unë mora një vendim që emigracioni nuk është më për mua, sepse kisha rrezikuar deri në jetë. Familja ishte në Shqipëri dhe më priste dhe u riktheva nga Franca për një vendim të pakthyeshëm në emigracion. Sa vuan një mashkull kur dëgjoj këtë lloj historish? Nganjëherë jo gjithë vuajtjet tregohen apo i kuptojnë të gjithë. Çdo mashkull ka vuajtjet e tij, siç unë vuaja në atë kohë për të patur diçka më mirë, edhe sot rinia sotshme vuan për të patur diçka më mirë në jetë. Gjithkush ka vuajtjet e tij, pak apo shumë qofshin. A ishte ai moment një pikë kthese për ty? Po, ishte një pikë kthese për mirë apo për keq, sot e mendoj për mirë. Sot ato e kthen në një forcë dhe në një mësim. Të dyja bashkë më mësuan që të përballoj situata. Më mësuan. Ke sakrifikuar, ke luftuar dhe ke punuar shumë. Tani dua të kaloj te diçka pak më e bukur, t'i heqim emocionet dhe të kthehemi në disa emocione të tjera pozitive. Ti je i martuar dhe ke 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Po. Në cilën moshë je martuar dhe ke krijuar këtë marrëdhënie? Atëherë, përpara se unë të merrja vendimin për të krijuar një familjen time personale, unë jetoja me prindrit. Pas kthimit nga emigracioni, unë mora vendimin për të filluar shkollën dhe për të filluar të plotësosha edhe në mënyrë teorike në profesionin që po praktikoja, të fitnessit. Në 2013 nisa fakultetin e sportit, punoja paralelisht me shkollën, punoja punë tjetër, jo profesionin e fitnessit, por bëja pjesën e mekanikut dhe elektronik, siç kisha mbaruar shkollën profesionale. Gjatë kësaj periudhe në 2014 mora vendimin për të qenë në një lidhje, në një martesë, në një kurorëzim. Dhe që nga 2014 jam martuar dhe kam 2 fëmijë. Si ndihesh sot? I plotësuar. I plotësuar sepse kur lodhem, kur mendoj që s'ka dritë, kur mendoj që s'ka të nesërme, fëmia dhe familja është ajo çfarë ty të jep shpresë, të jep dritë, të jep gjithçka. Përballon sfidat që unë kaloj gjatë ditës me njerëz, me punë. Ke punuar dhe mësues? Kam punuar dhe vazhdoj të punoj. Për një periudhë të shkurtër u shkëputa. Pse vendosi të shkëputesh? Nga mësimdhënia. Atëherë, gjatë periudhës 8 vjeçare të shkollimit, bachelor, master të fitnessit, gjatë kësaj periudhe punoja shumë, paralelisht mbaja edhe familjen. Unë kam qenë njëri që kërkoja tek vetja, kam qenë njëri që më pëlqente të isha njëri i lapsit, i dijes, dhe gjithkohës të isha në studime sipër, mos të ndaloja në këtë pikë. Ka qenë një periudhë që mora një vendim për të filluar një master tjetër, pse jo të jem edhe në shkolla, në mësimdhënie me nxënësit, përveç fitnessit, përveç klientëve që kisha, sepse 80% në fitness janë të rritur, por doja të provoj edhe mosha të ndryshme, duke dhënë dhe mësim në shkolla.
Mbarova dhe masterin e dytë për mësuesi në 2022-shin. Fatmirësisht ka qenë një periudhë akoma pa mbaruar edhe pa u diplomuar. Bëra një intervistë në një kolegj prestigjioz në Tiranë dhe e fitova. E fitova sepse kisha shumë background të mirë, me një eksperiencë të gjatë në të fushë. Flisja dhe gjuhë të huaja dhe aty ishte interesi sepse i u jep të gjithçka anglisht. Dhe unë kam dhënë fizikulturën anglisht në teori dhe praktik në atë kolegj. Më hapi dyert, normalisht, për të ardhmen, njoha njerëz internacional, profesora të huaj, dhe për një vit dhash mësim në atë kolegj. Por përsëri unë nuk u ndala. Më the dia gjuhët e huaja, por unë di një fakt tjetër që ti din 3 gjuhë të huaja. Si i ke mësuar 3 gjuhë të huaja? Dhe çfarë gjuhësh ti? Kjo është e bukur sepse emigracioni dhe punët të japin variante, të japin njohuri, të japin mundësira, nga vështirësitë për t'i patur gjërat s'ke çfarë bën. Është e mundur për të mësuar një gjuhë, për të përballuar rrugët, për të përballuar qytetin ku jeton. Atëherë, në 99 kur unë emigrova në Greqi, isha vetëm 14 vjeç. Dhe për 3 muaj unë kam mësuar 50% të gjuhës greka që flas sot. Sot e flas shumë mirë, e shkruaj, e lexoj. Greqishtën. Por si një i ri atëherë kisha shumë interes. Dhe normalisht që do arrish nga vështirësia për të mësuar gjuhën tuaj. Dhe greqishtën si emigrante e mësova në Greqi. Pastaj ka qenë një periudhë që unë punova dhe me turizmin në ishujt e Greqisë ose në Athinë, kam punuar për një periudhë dhe e praktikova dhe mësova më mirë. Flas dhe italisht. Italishtja është një gjuhë që unë e mësova në Shqipëri realisht. E përmisova sepse që në vegjëlinë shikonim filma italian. Dhe ka qenë një periudhë që kuptonim shumë, flisnim pak. Dhe gjatë periudhës që unë punova paralelisht në studimet në një kompani italiane për 9 vitesh, aty e kisha marrëdhënien e punës me italian. Dhe mësova të flisja dhe italisht. Kjo është, anglishtja është mësuar, është mësuar që në shkollë, është mësuar në jetë, është mësuar dhe është gjuha primare që çdo kush duhet ta di. Çdo i ri duhet ta di. Qoftë në Shqipëri apo në emigracion. Kur e konsideron veten të suksesshëm? Kur unë jam shëndosh e mirë me shëndet. Ky është suksesi im. Nëse unë kam shëndetin, sukseset vijnë. A e quan veten sot një njeri të suksesshëm? Apo ka ende për të plotësuar? Apo ëndra që akoma nuk i ke realizuar, apo qëllime? Siç ju thash më përpara që unë nuk ndaloj. Dhe po s'pat ëndra të vazhdueshme dhe dëshira akoma njeriu nuk mund të jetojmë, nuk punon, nuk prodhon, nuk ka një të ardhme më mirë. Dhe unë më pëlqen që mos ndaloj asnjëherë. Kjo është çfarë i vë qëllim vetes. Edhe ky është një mesazh edhe për të gjithë të tjerët. Patjetër. Shumë i bukur. Askush nuk duhet ndalojë në jetë. Tani un kam një rubrikë me pyetje të shkurtra. Shqipëri apo emigrim? Shqipëri. Trajner apo mësues? Trajner. Biznes apo punë e sigurt? Biznes. Palestra apo klas? Palestër. Punë apo pushim? Punë. Ta ndërtosh nga zero apo të vazhdosh diçka të gatshme? Ta ndërtosh nga zero. Det apo mal? Të dyja. Ditë apo natë? Ditë. Gjëja që nuk fal? Hipokrizin, ndoshta. Gjëja që të motivon më shumë? Fëmijët e mi. Një profesion që do ta mësoja? Që të isha pak më i aftë në
menaxhimin e teknologjisë, media sociale, teknologjisë të avancuar që po përparon çdo ditë. Një ëndër që ende nuk e ke realizuar? Besoj që e kam realizuar. Nga një djalë që erdhi nga Dipra në Tiranë, në moshën 15 vjeçare, kaloi tek emigrimi, aksidenti, universiteti, 2 masterat, mekaniku, trajneri, mësuesi dhe pas qendra jotre për 700 metër katror. Nëse do ta përmbledhësh të gjithë këtë rrugtim tëndin, çfarë titulli do t'i veja? Triumf, Triumf. sepse jo çdo kush arrin këtu ku jam unë me forcat e veta. Pa patur ndihmë dhe të arrish gjithçka me kapitalin pa patur. Sadikun të falenderoj shumë, je një shembull për të gjithë rinin shqiptare dhe jo vetëm. Turoj shumë suksese dhe faleminderit që ishe pjesë e Vibe-it. Faleminderit ty që më ftuat në emisionin tuaj. Falenderoj gjithë stafin dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Se harova të të bëj pyetjen. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Shumë pozitiv. Vetëm kaq? S'kam pas shumë fare emocion ndoshta, sepse unë jam njëri që emocionohem. Dhe jam ndier shumë rahat si në shtëpinë time. Më bëj shefi. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.